Një aksident i rënd në autostradën A5 në Gjermani ka rezultuar fatal për 2 vajzat nga fshati Topanici i Kamenicës, të cilat kanë humbur jetën si pasojë e përplasjeve së automjeteve. Viktimat janë identifikuar si EZ 23 vjeçare dhe AZ 17 vjeçare, të cilat kanë dëruar jetë në vendin e ngjarjes. Sipas policisë gjermane, fillimisht janë raportuar 2 aksidente në të njëjtin segment rrugor. Aksidenti i parë ka ndodhur pranë zonës së pushimit në Rental gjatë një manovre të ndërrimit të kursive, ku për shkak të shpejtësisë së lartë drejtuesi ka humbur kontrollin mbi automjetin. Si pasojë e pengesave në rrugë, disa automjete që po qarkullonin me pas kanë frenuar papritur, duke shkaktuar një aksident të dytë të rënd ku janë përfshirë 5 automjete. 2 motrat ndodheshin në një automjet të tipit Smart dhe kanë humbur jetën në vendin e ngjarjes. Për shkak të aksidentit, autostrada A5 është mbyllur për disa orë, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave po vazhdojnë. Lidhur me këtë tragjedi ka reaguar edhe kryetari i komunës së Kamenicës, Kadri Rahimaj, i cili ka shprehur ngushëllime për familjen Zubaku dhe gjithë komunitetin, duke cilësuar lajmin si një moment të rënd për komunën. Ai ka theksuar se bashkëndjen me dhimbjen e familjes dhe ka kërkuar forcë dorëm për përballimin e kësaj humbje të madhe.